Mes gjelbrimit të Tahukbashës, sot nuk ka vetëm shëtitje dhe qetësi. Një grup studentësh të Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë nga Universiteti i Prishtinës u zhvilloi një aktivitet të rëndësishëm në teren. Të rinjët e vitit të 5 nga Departamenti i Mjekësisë Veterinare, cilët po merren me monitorimin e rishnave, parazit të vegjël, por me ndikim të madh në shëndetin e njerëzve dhe kafshëve. Të pajisur me një ori dhe mjete pune, ata po mbledhin mostra dhe po analizojnë praninë e rishnave në këtë zonë, duke e kthyer një ditë të zakonshme në një praktikë reale profesionale. Ky angazhim nuk është vetëm pjesë e studimeve të tyre, por edhe një kontribut konkret në parandalimin e rreziqeve që këta parazit mund të shkaktojnë. Profesori Kurtesh Sherifi thekson se përmes këtij aktiviteti po përcillet prania e riçrave me qëllim që të vlerësohet sa rrezik paraqesin ato. Sot bashkë me studentët e vitit të 5, Departamenti i Mjekësisë Veterinare në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, Universitetin e Prishtinës, kemi organizuar një aktivitet të daljes në teren bashkë me student në kuadër të një lëndë të smundjeve infektive virale, ku në fokus janë riçrat dhe rreziku i tyre në transmetimin e patogjenëve në njerëz dhe kafshë. Në parkun e Tahukbashës, këtu ku jemi, ka një frekuentim mjaft të madh të popullatës që vijnë për të shlodhur, për rekreacion, për shëtitje, dhe ne e përcjellim gjendjen e prezencës së riçrave në këtë lokacion. Studentja Aulona Belegu shpjegon se përdorimi i flamurit të bardhë i ndihmon të kapin dhe të identifikojnë me lehtë ato në terren. Për shkak të numrit të lartë të riçrave në parkun e Tahukbashës, studentët arritën që vetëm brenda këtij aksioni të gjejnë rreth 50 riçra. Sot jemi në monitorimin e profesorit Kurt, ku kemi dalë në terenin e Tahukbashës dhe jemi pra duke monitoruar situatën e gjendjes së riçnave pra në këtë rajon. Sot kjo është një metodë të cilën e praktikojmë me anë të flamurit, ku pra riçnat tërheken nga ngjyra e bardhë dhe në këtë lloj forme ne shikojmë se a kena kap ndonjë larvë, nimf, adult pra të riçnës. Kjo si metodë pra mundemi me praktiku, është më e lehtë edhe mundemi me pas qasje më lehtë në terren. Ajo thekson se ata gjenden kryesisht në zona me bimësi të dendur dhe monitorimi i tyre është i rëndësishëm pasi mund të bartin sëmundje. Gjatë monitorimit të riçnave, pjesa më sfiduese po mendoj që ka të bëj edhe me zgjedhjen e lokacionit, ku ne dim që duhet të përzgjedhet një lokacion i cila ka vegjetacion, ka pra bimësi, ka pra prani të bimëve më shumë. Ajo po besoj, e dim që nuk gjendet në zona ku ka më shumë beton ose zona të dërtuara. Me qenë më të kujdesshëm, me qenë më të mos mu ekspozu shumë, të kemi pra të dim që mos të futemi në zona që janë pak më të thella, që të mos kemi edhe pickimin ndaj tyre. Nëse kanë ndonjë pickim, të qasem njerë në emergjencë edhe të identifikohet lloji i riçnës, se ne dim këtë zonë e hasë më shumë Ixodes ricinus, i cili është bartës i rikecjeve, që është smundja borelioza. Makbule Kallaba, gjithashtu studente e vitit të 5, thotë se ky aktivitet u ndihmon të përgatiten më shumë për punën në terren në të ardhmen. Si mjek veterinar që jena në proces për me diplomu gati, se jena veç studentat vitit 5, kjo është një mundësi shumë e mirë për në të ardhmen kur kena me u marrën me këto masaksisht riçnat, që janë lloje specifike që gjenden në vendet caktume. Këtu në këtë vend lokalitet e kemi gjetë veç një lloj, e cila ka goxha interes për shëndetin publik ma kryesorja, sepse ky është interesi mbi të gjitha, shëndeti i njerëzve edhe sëmundjet që përhapen prej kësaj riçne specifike. Në monitorim hasim zakonisht rrezik për punën e hijeve, diellit, vend lokaliteteve, edhe sa riçna jena taft me i kap gjatë kapjes me flamur. Veshja është një nga mënyrat kryesore për të mbrojtur, pasi riçrat vërehen më lehtë në rroba me ngjyra të qelta sesa në ato të errta, shtoi Kallaba.
Për qytetarët është shumë ma interes me u eduku mbi rriqnat edhe sa të rrezikshme janë faktikisht, edhe duhet me pasën kujdes në veshjen edhe ngjyra e rrobave çfarë janë tu i zgjedh me i vesh, se ngjyrat e errta nuk mujna me identifiku let, kurse në ngjyrat e hapuna, si që janë për shembull e bardha, identifikimi bëhet ma i lehtë. Për shembull, patëm edhe një rast kolegja këto, një rriqen, do më thonë adult, ju kishkapen njak të mantilit, edhe ishte shumë e lehtë me identifiku edhe me shpëtu prej një kafshimi që ka mujt me ndodhë, edhe nuk e kena ditë kur fatalitetin që ka mujt me përfundu. Përderisa rajoni i Malishevës është në rrezik nga rriqrat, ato që ndodhen në krye qytet nuk përbëjnë rrezik vdekjeprorës. Rriqrat përveç që duan të thithin gjak, do më thonë që janë parazit dhe mund t'i shofim në lëkurën e organizmave, rriqrat shpeshher janë edhe bartës të patogenve, respektivisht të virusve, protozoarve apo parazitve dhe të bakterieve. Rreziqet më të mëdha që i njohim edhe në vendin tonë, në disa regione që janë më problematike, në këtë lokacion, fatmirësisht, nuk e kemi detektuar apo gjetur deri tash virusin e etheve hemoragjike Kri me Kongo. Janë testuar për disa vite me radhë rriqrat nëse e kanë këtë virus, por nuk kanë dalë pozitiv. Fatmirësisht janë negativ edhe ndaj një virusi që është i përhapur në vendet e Evropës perëndimore, në vendet për shembull si Austria, Gjermania, Slovenia dhe të tjerat ballafaqohen me virusin e meningoencefalitit që transmetohet nga rriqrat. Këtë nuk e kemi fatmirësisht në vendin tonë, por një lloj bakteri që i takon spiroketave, që është Borrelia burgdorferi, është e pranishme edhe në këtë vend, mirë po është një patogen që nëse kalon në njerëz, shkakton smundjen Lyme disease apo borrelios. Në vendin tonë janë të njohura ato që bëhet një skuqje e lëkurës në njerëz, edhe kjo identifikohet pastaj si erythema migrans, por që është e shërueshme dhe me mjekim për disa javë mund të largohet apo eliminohet bakteri dhe nuk paraqet ndonjë rrezik të madh. Vetëm në rastet kur nuk mjekohen, mund të kalojnë smundje kronike dhe mund të kenë probleme për shembull edhe me kyçe apo artrite, eventualisht edhe me probleme tjera të cilat mund të jenë si pasojë e këtij infeksioni. Sipas sherifit, nëse ndodh një pickim nga rriqrat, rekomandohet që personi të drejtohet te mjeku familjar për kontroll dhe këshillim mjekësor. Edhe nëse ndonjë nga personat pickohen, mos shkaktohet ndonjë panik, rriqrat nëse vendosen shpejt, atyre ju duhet një kohë e gjatë, derisa të fillojnë me pi gjak edhe me transmetu patogenin, ju duhen disa ditë. Kështu që mundësisht nëse për shembull fëmia apo një qytetar futet në një vend ku potencialisht mund të jetë i prekur nga rriqrat, ta kontrolloj trupin me kujdes, edhe pas një panik mund të marrë informacione, për shembull me disa pinceta forceps, të largohet rriqra me shkputje domethënë të pjesës së ngjitur, edhe të asgjësohet pa ndonjë panik. Nëse largohet rriqra sa më shpejt nga lëkura, aq më mirë. Në disa zona endemike, nëse ka rrezik, për shembull që dihet që është zonë endemike me virusin e etheve hemoragjike Kri me Kongo, të gjithë ata të cilët janë të pickuar duhet të shkojnë te mjeku familjar ose te qendra mjekësisë familjare dhe të kërkojnë ndihmë në mënyrë që të largohet edhe rriqra me kujdes apo të vazhdohet një monitorim i gjendjes, për shembull nëse personat kanë ethe temperaturë apo e nin veten jo mirë, është domethënë rekomandueshme që shpejt të shkojnë te mjeku për konsulta të metodjeshme. Ai shton se kjo punë praktike do të vazhdojë edhe në laborator, ku mostrat e mbledhura nga terreni do të analizohen më në detaje. Po kjo është një rëndësi së veçantë, sidomos që studentët përveç që janë duke mësu, janë duke u trajnu për
pjesën e marrjes së mostrave, më thonë, gjitha informacioneve që lidhen me këtë rrezik, studentët do ta përcjellin këtë informacion edhe te shoqëria e tyre, te familjarët, te njerëzit, por këta janë gjenerat që përgatiten për të punuar në institucione, se kjo nuk është vetëm një demonstrim për një vlerësim të rrezikut në një lokacion caktuar për një sëmundje të caktuar. Ne këto mostra do t'i testojmë me metodat më moderne, studentët do të mësojnë metodën e RT-PCR, të detektimit të gjenomit të patogjenëve, do të mësojmë punën laboratorike, të metodave, të protokolleve, por kjo metodë vlen edhe për të gjitha sëmundjet tjera. Do të thonë janë në përgatitje për t'i shërbyer vendit në ruajtjen e shëndetit publik, ruajtjen e shëndetit të kafshëve dhe me këtë edhe krijimin e zonave më të sigurta për qytetarët, edhe kontributi në këtë drejtim është jashtëzakonisht i madh. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë vazhdon të angazhojë studentët në terren në lokacione të ndryshme, duke i përgatitur ata më afër realitetit profesional dhe sfidave që i presin në këtë drejtim.